Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot, si që shikoni dhe keni një ndryshim, edhe do bëhem bjonde më në fund. Se nuk jam bjonde, ka dalë kjo rënja këtu gati, sa gishta? Gati 6 gishta, ata shumë. Edhe nuk për shikoja do të më veten, kështu. Edhe kam marrë dekolorantin edhe që i thamë letrën e aluminit, atëherë na duhen. Unë kam marrë këtë dekolorant, këtë tretës, se nuk më vjen, e gjeni tek Aqua Sapone, ka plot. Kam marrë edhe këtë dekolorantin që është kështu me zarf, edhe ky tek Aqua Sapone. E prova dhe motrës Andres, edhe më pëlqeu shumë në hapje, nuk doja ajo portokallia e shëmtuar. Edhe më pëlqeu, unë gjithmonë flokët i kam lërë me lisapin, herë të fundit i leva me L'Oreal, nuk isha e kënaqur, edhe tani do filloj t'i lyej vetë, si që edhe shikoni, nuk jam në një gjendje shumë të mirë, kështu sa të parë, sepse jam në shtëpi, plus më kanë dalë, si që edhe shikoni sa bunkerë të përqarë këtej, që nuk e di pse më kanë dalë, edhe ju përshkoni këtu për para, unë kisha gërsheta, si që keni në parë në këto videot e fundit që kam pasur gërsheta këtu për para, edhe prandaj janë kështu i hoqa tani, edhe se krye edhe njërë me këtë kryerin kështu të hoqë, dhe mos ta ngel në një fje kështu, edhe ja fillojnë punën sepse vajti shumë vonë, edhe Matias mund të qërë, mund të edhe të grinte dhe mund mos të rri, edhe më ngelen flokët mu do gjën fare. Kështu tani ja fillojnë punës, por na duhet një krëhër me bisht, na duhen letrat e aluminit, si që edhe ju thash, duhet i bëj gati këto që shpresoj na dalin këto letrat e aluminit, por besoj se po. Më duhet edhe një kështu spatull që ta vendos për të bërë këto pjet, edhe që ti kisha bërë pak më përpara këto, se Matias në fakt ka dhe këto orarin që del tani, edhe fillon të grindet. Edhe ja u grind pasaj, që li bëju, ngela me to flokët kështu gjysma, edhe plus dekoloranti është një proces shumë i vështirë, nuk është se mund të lësh edhe mund të fillosh kur duhet ti, nuk është si boja, që mund të marrë erë, të shkarkoj, edhe dekoloranti i djek. Edhe prandaj edhe bojën do përdor të lisapit, nuk e pas një duket, jo. E di që po ju bezis kjo zhurë me aluminve, por më duhet që t'i bëj, se s'ka kush në bitjet. Bisha ka, por tani do marrë pak tasin, se e kam dykua t'y lartë, po e marrë dhe por i them që të përgatis ingredientet që t'i ham e të t'y në kokët. Të përgatisin dekolorantin edhe t'ja fillojnë punën, sepse vajti shumë vonë. Si që shikoni që unë jam këtu në tualet, i mora furqen edhe tasin, të i kam të EcoSlime, që kur nuk disa vite mund të kem këto, që doja këtu tani. Më duhen kapset, në fakt është më një lidhse, sepse ndahen më mirë. Është problemi ndarjes me tani që të asarën pak, të marrë të liset për i lë këtu, hap edhe këtë dekolorantin, harrohet të tërgoja dhe trecin tjetër që kjo është 20 edhe kjo është 30 dhe do t'i bashkojmë bashkë, por më shumë do jetë 20 që sa 30, sepse kam halë se mos më thahen, mos më dëmtohen. Edhe prandaj ku e lash dekolorantin unë tani, ku e lash, e kisha këtu për para syve në dora, po ja ku është. Se unë jam pak si harrashe dhe prandaj, atëherë. Ishte mira të kisha nda njërë flokun që t'i kisha gati, edhe pasaj të bëjë dekolorantin, që të lyja direkt. Nuk di si ti lyej, se do me thëmë po i leva këto gjitha, mendoj se nuk do më dali dekoloranti. Dhe po mendoj që ti lyej kështu, si do më duke një kështu. Prit, po e testojmë.
Nuk e di çfarë po bëj kështu. Do më duket ka këtu keq pastaj. Se unë ndërkohë, po shikojmë edhe këto në pasqyrë. Shumë probleme është ky floku kështu. Okej, mendova të bëj vetëm këto. Apo ta kap edhe këtë, edhe... Se problemi im është që unë do të jem bjonde, më shumë se sa brune. Atëherë, pëndoj kështu. Okej, kështu është mirë, po i kap këtë pjesën këtu. Do duket mirë kështu, prit. Po, besoj mirë do duket. Edhe... Këti këse më kanë dalë të fuqërat këto ko. Si do duket? Se kjo do jetë këti. Edhe do lëjë vetëm kjo pjesa këtu. Mendoj se mirë do dalin. Shpresoj do dalin mirë. Edhe tani vazhdojmë ndarjen e anës tjetër. Shko këti kam më shumë flok se sa këti. Shko kjo ana këtu, s'ka fare flok. Wow, këti që kam të lace unë, edhe se dika. Po i bashkoj këtu të dyja kështu bashk. Edhe i kontrollojmë tani. Që kësa të lace. Apo ta bëj drejt këtë këtu më mirë, se sa kur t'i lyt gjitha, më vonë do më duket, do më kapen shumë fije këtej bjonde. Edhe i di që e kam drejt këtë pjesën këtu. Qara do këtë rënë një shampë. I kontrollojmë dhe një herë. Ua, që sa të lace jam në këtej. Shko këtej. Shkoni pra. Shënoj që pa më dalin të flok të rish, kësa shumë të. Ua, si burë. Ua, shkoni që këtë kam ruajtur. Skandalose. Skandalose. Shko këmë më kam fare flok. Ua, ba që të bëka lindja njerëz. I shkoni që të bënd të lë palesh në kokë. Okej, tani vazhdojmë i kapim këto. Ua, sa keq. Okej, ndam flokët. Në vajtë të rritë një vajtë në minuta si video. Sa i gjatë do dalë kjo video. Okej, kapim edhe këta hanën këtej, që mos në të pengoj. Sa i shëmtuar, o zot. Prita kap me një kapë, se më duke më kaq keq pasën. Po anë po mbesoj që Ana Fashion ka ashtu lace sa zdis më falni s'di çfarë të them, çfarë të bëj. Okej, tani bëjmë gati dekolorantin. Ky është një dekolorant blu. Siç edhe shikoni. Po thoni ju dekoloranti blu është. Jo. Ka blu,
Bëj qielli, se nuk është blu. Bëj qielli, ka të bardhë, ka gri, ka të zi, ka lila. Këto me sa di unë deri tani këto ngjyra janë. Por që mbahet me gri, mbahet bëj qielli. Deri tani, këtë mbahet me mirë, holla 2 paketa nga këto zarfat dekolorant, edhe shikoni sa tretës do hedh. Pak tretës 30, edhe tani hedhim një zeqin. Një zeq që është e njëjta firmë si që i thonë si deoloranti. I trazojnë mirë, të miksojnë mirë bashk, të bët një masë homogjene. Ua, nuk e... Unë akma nuk po më besoj që nuk e luaj! Jam shumë e lumtur. Ua, do fali, jo sa e lumtur e që do vërtjom dhe po. Nuk e di, nuk e shikoja do të veten me këto flokët këshu. Nuk vjen të vetja fare në sy. Shumë e shëmtuar. Vika pak kjerë, paka të dritaren, sepse unë jam edhe tip alergjike, shpresoj mos më bëj alergji. Unë nuk do të kap rënjën gjithsesi, por si diet. Se mua asnjëherë më bën, në njërë nuk më bën, por shumicën e rasteve më bën alergji. Harrova të mirë atë kartonin që kam bërë apostofa për fjet, po shkoj ta marrë dhe po vi. Ja ku është këtë, kam pasur të perdeve dhe është një karton shumë i plot, edhe përdor edhe për fjet, është shumë mirë. Gjithmonë me letrën e vendosim nga ana që është jo e të dukshme, edhe fillojmë e bëjmë me dekolorant. Nuk po më besohet. Më vjen të qaj. Hajde, ja fillojmë me bismillah. Sa frik që kam. Prit. Mbridhe mendjen edhe ja fillojmë punës. Kur them unë do këthem në pullat se s'më beson njëri. Shikoni, ua, sa pak flok më kanë ngelur. Më shkireve këtë letra tani. Okej, se dua të kap sa më shumë afër rrënjës. Edhe nuk do më thënë që të jetë kështu drejt për arsye sepse nuk do të më shumë nuk do që të duket kështu si viz, duket shumë keq. Shë si më kapi qitë ke pisa këtu tani. Ato do ta lash me se s'bën tani për arsye sepse këputet. Në të kemi të letrat e lagura këtu. Edhe i kalem edhe një herë. Duhet të hapësh një flokën që më të marri si damka. Okej, tani kjo pjesa që është bjonde, do hiqet. Nuk e di pse rrëshket shumë ky dekoloranti. Edhe kjo që nuk po më pëlqen që e rrëshket. Në hapë që mos të bëjë komplet të pjesën.
Po e shikoj edhe më në afër, pritë më shumë. Në këtë që po rëshkite shumë këtë dekolorante. Gjoni të vërtetura të Matias? Gjoni. Përse këtu do që të më marrin më shumë këto fjet këtu përpara. Okej. Shkruajin. Okej. Është mirë kështu.
Mbaroj kjo pjesa, e di që duke pak si të shkëndër, për s'kam që të bëj. Vazhdoj me pjesën tjetër. Kjo bjondë është shumë i bukur, por është edhe aq shumë acaruese. Sa s'kam me të vej. Okej, mbaruam, ja po dashëm si të çmendura. Edhe tani do heqtoj gjërat edhe do I kaloj dhe pak. Si që të bëj ta luaj rrenjën apo jo. Edhe duhet ta luaj se më pëlqen ajo kur merr kështu e bardhë. Por kam frikë se mos më bën edhe alergji. Si që të bëj ta luaj apo jo. Do shikoj në fund çfarë mund të bëj. Jemi këtu në këtë gjendje kështu edhe tani do t'i heq këto sepse ju vajti ora. Kështu duken të bardha, shpresoj t'na dalin kështu siç duken. Leva dhe rrënjën, por nuk ja tregova. Ishte mirë t'i kisha dhënë dhe një dorë kësaj këtu që është që si verdh. Dhe t'i mbaj aq 2 minuta këto, sot t'i kjo pak e verdha kështu. Si dukem si një ri sëmur, papa, si sëmur dukem. Edhe po I kaloj këtë sepse ka një pjesë të verdhë që I leva në Shqipëri edhe duket shumë keq kjo pjesa kështu këtu. Shpresoj t'na ketë marrë mirë, por me sa duket ka marrë shumë mirë deri tani. Shkoni si jam mbush me butra.
Shpresoj të me bërë dhe kjo gjysma tjetër. Se ka pa një fje flako. Ku i lash? Dhe po thashë që shpresoj të me bërë kjo ana tjetër. Këtej. S'përdoroj dot më. Është i bukur të floku bjom, po të çmend. Edhe këtë sërish do t'ja një kështu dhe do t'i mbaj një 5 minuta sa të hapet pak. Këto dashkan më shumë. Këto të tjerët nuk po heq. Me shkoni si duket kjo deri këtu. Duket shumë keq. Edhe po i mbaj edhe pak këto. Po ishte edhe këto se më pëngon ta shumë. Dhe sa po më rëndon koka vdi që se po s'u ngop mirë floku, nuk hapet. Prit. Pastaj do t'i kalojm edhe një refle. Por mbajmë edhe pak këto edhe pastaj do t'i lajm, sepse nuk kanë hapur ende. Për pjesa tjetër këtej. Sepse kjo e para u bë shumë fillim edhe hapet më shpejt, ndërsa kjo që u bë dyta do akoma edhe pak kohë. Se u çmenda. S'po duroj dot më. Por duhet të durojnë tani që do bëjmë. Mos u trëmni. Jemi në këtë gjendje kështu, sepse është kjo pjesa dekolorante që është kështu e berdhë. Tani do t'i lyej edhe jam bërë pak të fytyrën kështu me krem bebesh, sepse mua caruan shumë lëkura edhe aty duket akoma më portokalli, për nuk është kaq shumë. Edhe tani do filloj që t'i lyej sërish me bojë. Herë do t'i lyej me këtë, kjo është një toner, nuk është një bojë, siç edhe lexoni këtu, por nuk po bën fokus te mua për momentin. Ja, okay, jemi këtu. Edhe ja, është kjo, edhe është edhe vegane dhe është prisni. Ky këtu numri. Nuk ka numër sepse është një toner. Fillojmë tani i lyejmë. Ja, shikoni tani duket pak më e verdhë, jo është portokalli sepse bie kjo drita kështu këtu. Edhe prandaj dukesh në një gjendje aq të keqe, por nuk është aq keq. Kështu edhe tani këto këtu poshtë janë super të thata. Edhe do t'i bëj pak me këtë një pikë është ky. Shpresoj s'e fare më duket. Mi thonë më në buzë. Në farë këto. Okej. Se nuk duhet që t'i bëte shumë sepse do t'i lyej edhe në qoftë se i bën me produkte gjyra kështu nuk merr fare. Boja, tonerin, çdo gjë nuk merr. Edhe i provojmë tani. Tretësi do përdor këtë sërish me 20 volum. Edhe shikoni, është ngjyra kështu, është kështu kaq lejla, por mendoj se është ball kaq. Atëherë t'ju tregoj sa hodha. Më duket sikur hodha pak si shumë, por s'ka gjë, të ngopet mirë floku, sepse po nuk u ngop mirë floku.
nuk merr mirë pasaj. Edhe shkoni sa kish më bërë lëkura. Sheki. Shumë me të sa një zërë gjumi dhe unë jam pak më e qetë sepse shfar isha shumë e stresuar, më dhe që i kisha lënë aty, si duke. O sot sa e shumë tuar me që not të rja me pa flokët kështu. O sot se njëri shumë tuar. Ka njerëzë me të qërë, i bajnë shumë flokët, por mua nuk më shkojnë fare. Edhe sa ke që duke, zati ma, e shpifim. Me të pa për si lull, edhe pasaj të qëkëm rezultatin në fund, shpresoj të marrin bukur, por sigurt është që do na marrin bukur, por shpresoj do me thënë që mos të doj edhe një dorë tjetër me dekolorant, sepse duket pak si verë, pak si në portokalli, edhe shohim. Atëherë pasi kjo bëj një krem i shishëm e ngjisim kokës. Vendos dorezat sepse me dekoloranti nuk i vendosa për arsye sepse dekoloranti është pak i vështirë edhe është të pengojnë shumë doreza, do me thonë kur i përdor. Shqyqur nuk më bëri nga një alergji, më bëri alergji që më pusha këti gjithë putra, u skuqa pak tej, i futa një kokër për alergjin, edhe më loga më. Atëherë, unë kam edhe këtë maskë, më të që nuk e kam hapur fare, duket, shkoni këtu, është kështu pink kjo, duhet ta provoj se po ftesë, por këtë javë nuk e provoj dot pakisisht, për arsye sepse ka ditëlindjen në Besa Andreas këtë javë, edhe nuk dua do me thënë që të bëj këto eksperimentet shumë me këtë flokun, sepse mos dal si njëri pa lidhje të ditëlindja, edhe prandaj. Atëherë këtë i krem me një delikatesë të madhe sepse janë uja të thata, edhe kanë tendencën që të këputen, por deri tani nuk në këput floku, shqyr. Edhe mosërisht akoma më djek pak trupi më hanga që më ka pikë alergjia dhe nuk është se të lëk shumë me sekonda, por shikoni sa alergjia ndër nuk sa vjen edhe nuk ish po bëhem më ndryshe tani, ja. Ok, kjo mori ngjyrë shumë shpejt, shikoni, edhe duhet ta bëj shpejt, por nuk do ta kapëroj tani për arsye sepse më djeg shumë fare koka, edhe nuk dua domethënë që të përcollohem. Dhe po luaj këtu dhe maja do t'i luaj pakës në fund. Atëherë, kjo është domethënë që edhe unë nëse më kap ndonjë fije, kështu kafe, tej, po luaj pak të kafen këtu që ta vërtetoni edhe juve, të vërtoj edhe juve që nuk merr, sepse është një toner, edhe toneri nuk merr, se merr vetëm tek pjesa që është floku i lyer. Kështu. Njerëz të mirë dhe të bukur dhe kisha kohë, po e thon këtë fjalën, njerëz të mirë dhe të bukur. E shikoj që jeni shtuar shumë këto kohë. Dhe jam shumë ekstrem e lumtur që po rritem ja vash, edhe jam shumë e lumtur që që po më ndiqni, që na kanë ardhur shumë djegës të rinj, shumë. Ju falenderoj pafund. Dhe pavarësisht që nuk më komentoni ose që më shkoni kështu në privat, ndi dhe më thonë një si të gjithë janën e bukur që ta them që mos të them diçka të gabuar. Për shembull këto kanë marrë super të hapura, nuk e di pse këto poshtë gjithmonë marrin më bukur se këto lart. Është një gjë shumë e çuditshme. Edhe që po thosha se kam edhe pak mendje te floku, nuk e kam mendjen këtu tek juve.
Edhe po thosha për juve që keni ardhur të rinj, edhe që po pëlqeni këtë kanal, që është një kanal që ka filluar, ka ndaluar, rri ndalon, pushon, edhe, por këtë herë, e kam marrë shumë seriozisht, nuk e di pse kam marrë kaq shumë seriozisht këtë herë, por shpresoj mos ta marrin vetëm sysh. Unë nuk jam monetizuar akoma, nuk paguhem ende, edhe se ka persona që e di që unë paguhem, jo nuk paguhem sepse nuk i kam mbushur akoma shikimet. Edhe shpresojmë të arrim sa më shpejt se kur je me fëmijë mundohesh kaq shumë, plus unë e kam edhe pasion, e kam si antistres, do me thënë që dal aty edhe flas, do me thënë që dal këtu edhe flas. Edhe më pëlqen kjo gjë, pavarësisht se dikujt mund t'i duket një budalli, po për mua nuk është. Kur ju më shkoni mua që në çdo video që patë videon time, ju pëlqeu, më motivoni, do me thënë më shumë për të vazhduar akoma edhe më shumë. Edhe kështu nga një lyri floku dolëm në një temë, s'po merrem vesh çfarë po bëhet. Kështu, shkoni që kjo pjesa këtej mori direkt dhe më duhet të nxitoj pakës. Shko sa keq është kjo pjesa këtu, nga që është kjo pjesa që ndava unë, edhe sërisht ka prekur aty. Sa po më digin sytë. Edhe në fund fare do t'i kaloj dhe komplet të pjesës këtej mbas, për arsye që të marri i një trajt shumë floku njësoj, e të marri ca kështu ca ashtu, edhe përndaj, shko pjesa kjo që u bë më dytë është pakës më errët për arsye sepse u bë më vonë, edhe sa më shumë talë të rri dekoloranti, aq më shumë hapet, pa aq më shumë palet dhe floku dhe dëmtojt. Keq talësh, keq mos talësh. Edhe kështu këtu të i leva, s'ma e mund. Do me të këtë pjesë kështu këtu. Okej, boja na doli, na teproj edhe për pjesën tjetër që kemi. Shkoni sa e verdhësh kjo këtu. Kjo di që nuk ka për të marrë, do shkarkoj shumë shpejt, edhe do një dekolorant të lehtë kë, diku tek 10 minuta tjera i do. Të zakonisht mund ta mbash 10 minuta, por do shikoj, do me thonë sa do bërë gabim që s'lefa njërë këtë anën që ishte më e errët. Pasaj të luja këtë anë këte që ishte me hapur. Fezbres kështu më mirë poshtë. Shikoni sa ndryshova tani, shikoni sa ndryshe dukem, ajo verdha o zotu më shkon fare, nuk po fare. Nuk e di pse. Më jep si një gërsirë, si një... mos të donë një term që nuk duhet. Shkoni që kësi mori kjo tani. Këto mori Leila. Mori Leila direkt. Por do shkarkoj. Nuk do rri kështu. Por ishte mira që ta laja tani. Por nuk është bërë gati kjo pjesa tjetër. Sa i natë. Kjo bluzë o bë këtu si gjithë bëj. Shpresoj në dali, po edhe po nuk doli. Nuk ka gjë.
Shkoni sa ndryshe dukem tani. Do të kisha lyer edhe këtë pjesën që kam këtej t'i jep një kështu. Okej, po i lyej edhe këtë vjeseve të tretës. Që të marrë një soj. Mos marrë ca tjetër. Se kjo është e thatë edhe merë më shpejt. Se sa kjo që është e njën. Kjo mori shumë. Mori shumë lila. Dyta kisha larë këto. Po e njëm kështu pak me ujë. Që ti i kjo boja këti. Në shkoni sa lila mori? Direkt. Ishtë ka marrë kjo pjesë ato dhe rënja ba. Këtë i mori. Direkt, po të mërë këti. Po i hekë edhe pak shampo. Që ti i ki mirë kjo në gjyra. Opa, se ka bërë këtej. Shkoni edhe këti i mori, se s'ka mirë lartë. Mi diku këtu, lava komplet. Edhe po mendoj që të kap vetëm këtë pjesën këtu, se kjo është me verdh. Nuk kam që t'i bëj kësaj këto tani. Kjo është shumë me verdh nga pjesa tjetër. Kjo dy t'lur me dëvollerant për luj kot me baj. E di që nuk do marri. Shkoni edhe këto këto. Bërë në vim që s'teva njërë këta anën këto. Pasaj të kishe ly anën që u hapë më shumë. Okej, presim një 5 minuta. Edhe shofim sërisht. Se si do në marri. Zdi që të bëjë me të në t'i luj tani këto poshtë dhe jo. Shkoni se sa lila mori këtej. Shikoni, shko këtu. Përbëj me shampo që të shkarkoj. Po presim tani të vej kjo ora që të marri kjo pak më mirë. Si që të bëj të lyk këto poshtë apo jo tani. Shiko, se këtu mori direkt lila. Kjo pjesa këtu nuk po mirë. Do i hapë sërish më vonë tani, kur t'i kem e lartë, t'i kem tharë, nuk e di se kur. Hej, mbarua me flokët, jemi këtu mbas 10-11 ditësh. Por për arsye që kam thënë tek videoja e kaluar, atëherë ky është përfundimi i vlogëve.
nuk është se është një shtrirje aq e bukur sa duhet të ishte për një byerje floku, por i lava mbrëm edhe as nuk i thava asnjë gjë dhe prandaj kështu sot nuk janë në gjendjen më perfekte të mundshme. Edhe shikoni tani, nuk e di sa mirë duket aty, por ngjyra është e njëtrajtshme edhe nuk më pëlqen kjo ngjyrë, e them. Nuk më pëlqen sepse më pëlqen të ketë pak ngjyrë pastel brenda, të ketë pak pink. Unë e dua pak pink. Mirë në veshje, po dua edhe në flok. Atëherë, që do bëhet rezultati me pink, përzej maskën gri dhe rozën edhe del një ngjyrë pastel shumë e bukur. Edhe po t'rregoj edhe këtej si duket, nuk e di se çfarë duket aty mbas, por shpresoj duket mirë, se unë nuk shoh asnjë lloj gjëje se çfarë duket. Edhe ja, shikoni, e ka pak të diferencën pak këtu, sepse duhet kaluar edhe një pak të koloranta se pjesës aty unë i kalova për lash diku tek 5 minuta, 10 minuta jo, por se kisha frikos më të mëtosh floku edhe prandaj i lash. Kështu, shpresoj t'ju kem ndihmuar me këtë video edhe unë jam vetvetja kështu, jam bjonde. Nuk jam naturale, bjonde naturalja ime është kjo poshtë, por unë nuk e shikoj dot veten time me flok aq sa më kishin dalë. Kisha gati 6 muaj pa i lyer flokët nga rrënja flatë, se kur i leva këto poshtë, kisha 6 muaj pa i lyer, atëherë rrënjën kisha gati 1 vit pa e kapur. Këtë herë e kapa, por sërish më doli, e kapa se nuk e di më kishte marrë malli që ta shkoj veten nga rrënja bjonde, sepse sa doj që ta lija pak atë një gisht aty, nuk më kam të diçka. Edhe tani jam vetvetja, jam Ana, kështu dhe shpresoj të kem ndihmuar dhe dëshim sërish tek videoradës. So, bye!